Çdo shenjë ka formën e vet të intuitës, por disa jetojnë të udhëhequr nga kjo busull e padukshme. Këta janë ata që në astrologji konsiderohen psikikët e vërtetë të zodiakut. Peshqit, antena kozmike gjithmonë aktive. Peshqit janë shenja që lundron më shumë në ëndra, simbole dhe vibracione. Ata kanë një intuitë shpirtërore, kapin sinjale delikate, déjà vu, rastësi që të tjerët i konsiderojnë rastësi, por jo për ta. Tipike për peshqit është se ndjejnë luatit emocionale të njerëzve dhe nëse nuk thonë asgjë, kanë ëndra paralajmëruese është shkëndije të papritura, ndjejnë kur një situatë është e gabuar dhe nëse duket perfekte. Ata jetojnë sipas ndjesive, jo listave të kontrollit. Kur injorojnë intuitën e tyre zakonisht pendohen. Kur e ndjekin ato, gjithçka duket se përshtatet së bashku pothuajse magnetikisht. Akrepi, detektori i gënjeshtrave njerëzore. Akrepët kanë një intuitë të thellë psikologjike. Ata e shikojnë një person dhe pa thënë shumë i kuptojnë hijet dhe brishtësitë e tij kur po gënjejnë. Nuk është vetëm dyshim. Akrepët shpesh ndjejnë sekretet, madje edhe ato të pathënat. Kuptojnë kur një marrëdhënie ka mbaruar shumë kohë para se të ndodhen të vërtetë. Nuhasin rrezikun nga kilometra larg. Intuita e tyre është pothuajse hetuese. Ata zhyten në sipërfaqe si një zhytës në det të thellë dhe raportojnë për të vërteta që të gjithë të tjerët bëjnë sikur nuk i shohin. Nuk është gjithmonë e përshtatshme, por është tepër e fuqishme. Gaforja, zemra që ndjen para trurit. Gaforët kanë një intuitë emocionale dhe mbrojtëse. Ata e kuptojnë menjëherë nëse një person duhet të mbahet afër apo larg, nëse një mjedis është mikpritës apo toksik. Është si të kesh një termometër të brendshëm që mat ngrohtësinë njerëzore. Në jetën e përditshme, gaforja ndjen humorin e atyre që i do dhe para se të shprehin. E di kur diçka nuk shkon në familje, madje edhe nga distanca shpesh zgjedh duke ndjekur zemrën, por me rezultate çuditërisht të qarta. Duket të brishtë, por në realitet, kur intuita e tyre thotë jo, janë të palëkundur dhe pothuajse i gjithmonë kanë instinktin e duhur. Bricjapi, intuita praktike që nuk e prisni. Bricjapi shihet si racional, konkret dhe i ftohtë. Në realitet posedon një intuitë strategjike të jashtëzakonshme. Nuk është intuita mistike e peshqve, por një instinkt i jashtëzakonshëm për kohën, mundësitë dhe rreziqet reale. Bricjapi zakonisht ndjen kur është koha për të vepruar apo për të pritur. Ndjen nëse një projekt do të qëndrojë në planin afatgjat dhe ndjen se kush është i besueshëm dhe kush jo në punë. Intuita e tij nuk është e zhurmshme, është e heshtur, e thatë por jashtëzakonisht e besueshme. Duket se një llogaritje e pasur logjike, por poshtë gjithë kësaj ka një instinkt që nuk funksionon me shpejtësi. Shigjetari, goditja e fatit që nuk është vetëm fat. Shigjetari ka një intuitë aventureske. Ajo ndjesi e kërcimit nga një shkëmb dhe pothuajse gjithmonë uljes në këmbë nuk është vetëm rastësi. Është sikur të ndjej lëvizjen, rritjen dhe mundësinë. Shigjetari shpesh zgjedh destinacionet, punët dhe njerëzit me instinkt dhe e bën siç duhet. Ka shëndije të përpritura të asaj që duhet të thotë në kohën e duhur dhe ndjen se kur fryn era në situata. Intuita e tij është e lidhur me besimin. Sa më shumë beson në jetë, aq më shumë intuita e tij amplifikohet. Kur fillon të dyshojë shumë, radari i tij zbehet. Peshorja, intuita sociale që lexon midis rreshtave. Peshorja ka një intuitë relacionale super të hollë. Nuk është vetëm sharm apo diplomaci, është aftësia për të kuptuar dinamikën, tensionet dhe aleancat e fshehura. Një peshore e vëmendshme ndjen menjëherë kur një bisedë po shkon keq. E dallon kush po bën sikur po krijon harmoni dhe kush është i vërtet. Instinktivisht i gjen fjalët e duhura për të vendosur paqen. Intuita e saj punon me nuanca, një ton zëri, një vështrim, një pauzë shtesë dhe e ka lexuar tashmë skenën. Është një talent që nëse përdoret mirë është tepër i fuqishëm në marrëdhënie dhe në punë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.